Okej, atëherë miqtë e mi përshëndetje. Ju përshëndes gjithë nga Tirana. Atëherë data sot është 23 tetor 2021, ora 16:40, edhe ndodhem në Tiranë. Temperatura është 22 gradë Celsius. Tashmë ndodhem afër kuvendit të Shqipërisë. Përballë kemi pamjen nga Toptani. Do të vazhdojmë rrugën drejt qendrës sepse do dohet t'ju shfaqja një video me panajirin i cili ndodhet në sheshin Skënderbej. Shpresoj që ky panajir të jetë i hapur ende, duke menduar që është orari pasdites. Është një panajir i produkteve të Tiranës, pra mendoj se do të ketë produkte bio të zonës, të zonave që ndodhen përreth Tiranës. Gradualisht, dal nga dalë së bashku, do të shkojmë ta vizitojmë edhe të shohim se çfarë gjendet në atë panajir. Panajiri ndodhet në sheshin Skënderbej, pra në qendër të Tiranës. Është hapur dje, do të vazhdoj deri nesër. Traveler Kid, të lutem pak, shpërndaj pak linkun. Tashmë ndodhem tek shëndetoria afër Kalasit Tiranës, kalaja e familjes, e cila ndodhet edhe emri Kalaja Tiranës, familja Toptani. Tek video e Durrësit kisha patur pak volumin e mikrofonit ullët, edhe zëri ishte pak i dobët, pra me volum të ullët. Shpresoj që te ky live stream audio të jetë më mirë. Është një ndër qytetarët që kaloj shpesh këtu dhe më pëlqen freskia e pemëve, më pëlqen pjesa e natyrës. Tani jemi në një moment ku gjethet pothuajse po bien, sepse jemi në vjesht, por është bukur gjithsesi. Çdo stin ka bukurinë e vet.
Dal nga dal po ja afrohemi pothuajse qendrës. Pra, kjo është një shëndetare ku gjithmonë gjen gjethe. Pra, mund të shëtisësh në shoqërinë e pemëve, e gjelbërimit. Por nuk është shumë e gjatë, mendoj se duhet jetë rreth 600 metra, jo më tepër. Po të ishte bukur nëse do ishte akoma më gjatë. Tashmë po i bëj një panoramim gjafas për ta parë në gjatësinë e saj. Okej, atëherë vazhdojmë rrugën drejt qendrës. Dal nga dal po vjen fundi tetorit dhe klima është shumë optimale këtu në Tiranë. Është shumë klimë e mirë. Pra temperatura ende është favorizuese për të bërë shëtitje, për të dalë. Ky është një moment ku është shumë i vështirë për të kaluar në anën tjetër, sepse nuk ka as vija të bardha, siç duket edhe nga pamjet. Pra, është shumë problem për të kaluar në anën tjetër të rrugës. Tashmë mund të vazhdojmë rrugën. Atje te kemi pjesën e panajirit me produktet e zonës, me produktet nga Tirana. Shpresoj që të kemi aktivitet aty ende, sepse është një orar ndoshta që nuk është shumë i favorshëm. Pas përfundimit të live streami, kam vendosur që të bëj një live stream të dytë, duke ndarë këtë live stream nga live stream, sepse duhet t'i kem të dy videot të ndara. Për këtë do të mbetemi në kontakt sërish. Koha është pak si e vrenjtur, mu të them, gati për shi. Para pak minuta shpati edhe një shit lehtë. Parashikimi fatikisht është që do të ketë ende shira lokal, shira të izoluar, por gjithsesi shpresojmë që mos na pengoj në live streamin tonë. Problemi vetëm që kam kur t'i afrohem qendrës është muzika në background. Aty ka një muzikë, pothuajse një DJ, si mund të them. Dhe ajo mendoj se do më shkaktoj probleme. Ndoshta dëgjohet në sfond.
Ju përshëndes gjithë dhe juve që jeni futur në live stream, duke mos u veçuar, sepse bëhet dhe bezdisshme përshëndetje me emrat të dedikuar, pra më pëlqen më tepër që t'ju përshëndes të gjithë së bashku, jeni miqt përhershëm të faqes. Tashme po i afrohemi panajirit, duket që panajiri është plot. Shpresoj që të ketë produktet mira, unë tani po vi për herë të parë vetë këtu. Thjesht kam parë postimet në faqet ndryshme, edhe mendova që t'u tregoj edhe juve këte panajirë që gjendet tu në sheshin Skënderbej në Tiranë. Sheshi duket që është mbushur me kioska, si mund të them, me çadra, ku janë të vendosur. Bira me mirë shqiptare. Ja ku kemi edhe një promovues të birës Elbar. Edhe kauni me flamurin shqiptar Po, që jemi jashtë. në këtë rast kemi birën Kaun. Të gjitha produktet do t'i shfaqim. Faleminderit shumë. Rosh, faleminderit. Thjesht jam në transmetim direkt. Ja ku kemi edhe produktet që ka zotëria. Faleminderit. Faleminderit shumë. Më thuash dy fjalë edhe për produktet që ke këtu në. Bira jonë është birë shumë e mirë shqiptare dhe prodhohet. Do të fjalë për birën Kaun. Bira Kaun edhe është një birë shumë e mirë, kemi 75% të tregut në Shqipëri. Dhe eksportojmë jashtë shtetit. Mund ta shikoni edhe vetë, edhe se me shije, kemi tradicionalen që fillim pare, ku është bërë bira. Pavarësisht se këto tash janë gjëra dhe marka të tjera, normalisht. Janë dhe marka të tjera, domethënë, sigurisht. Kështu që mund ta shikoni edhe vetë. Ju përshëndes. Mund të flasësh një nga ato gocat. Po, nëse do vajza mund të vetë thotë fjalë, pa pak mikrofonin afër. Atëherë, ne jemi në ditën e panajirit, zhvillojmë 4 ditë, domethënë të dielën e mbyllim dhe siç e shikojmë këtu janë gjitha pothuajse llojat e birave, verat që mund të prezantojnë në produkte të tjera dhe ne kemi qofte, kemi sallama të ndryshëm, krapule, produktet e mishit domethënë, edhe bira që është bira Kaun që ne kemi të firmës tonë. Kemi edhe produktet e tjera të kompanisë, domethënë që mund t'i prezantojmë, është Savana. Po, është Po, bravo. Po, është verë molle e ftohtë e cila mund të shoqërohet me limon. Është shumë e mirë si verë. Ju rekomandoj gjithëve të provoni. Ndërsa produktet e tjera janë erëzat që janë për... Si nuk dëgjohesh pa mikrofonin? Këto janë noodles, ushqime të gatshme japoneze. Janë firma Oyakata dhe prodhohen në Poloni. Vim me shije të ndryshme, kemi dhe makarona, kemi edhe supë si miso ramen, chicken ramen. Këto janë shije të ndryshme të Azisë që preferojnë të gjithë njerëzit në Azi dhe është një risi për traditën shqiptare. Faleminderit. Faleminderit. Ju lutem mund të shikoni edhe këto specialitetin e golfit që kemi, produktet e Ska gjë, i fokusojmë edhe. Kemi edhe produktin e ri të Kaunit që kemi hedhur në treg. Edhe produkti i ri i Kaunit me logon e re të Kaunit. Po, duket. Është një produkt shumë i mirë dhe mund ta shikoni edhe kështu.
Pra domethënë kemi disa shishe domethënë. Pra edhe sipas preferencave domethënë që edhe ka klienti. Janë me alkohol Pra gjitha, po ka dhe pa alkohol. Nga këto pije. Kemi që të gjitha me alkohol. Pra këto shishe Ka oni, nuk ka pije pa alkohol ende? Jemi në proces duke e bërë. Pra jemi shumë afër domethënë. Jemi në Pra proces, jemi afër. propagati edhe që ta nxjerrim domethënë. Duhet të ishte normalisht, por Domethënë besoj se do edhe- jetë shumë shpejt. Okej. Shumë edhe ambalazhimi, paketimi ose Është shishja goxha shumë komode domethënë. jashtë mase. Mirë, pra suksese Kaonit. Okej, Ju përshëndes. Edhe juve shumë. Mund ta shikoni videon në kanalin YouTube Albert Vaja Production. Okej, dakor. Është kanal që promovon deri diku Pra pa suksese edhe juve. gjërat ndryshe pas një lloj interesi, pas një lloj gjë. Kështu që mund ta shikoni videon aty. Ju përshëndes. Brenda Ju përshëndes edhe suksese. Okej, faleminderit edhe juve. Pa suksese edhe juve. Atëherë zotëria ose në sakt personat të cilët i shfaqim në këto pamje prezantuan produktet e birrës Kaon. Pra kjo është pak a shumë atmosfera këtu në sheshin Skënderbej me Kjo është birra Peja, e cila tashme është e njohur shumë këtu në Shqipëri, ka hyrë shumë së fundmi. Shpresoj që muzikën në background mos me bllokojë live streamin. Është edhe një kanali në YouTube-it Albert Vaja Production. Si ka? Albert Vaja Albert Vaja. Po. Okej, faleminderit. Production, bravo. Po. Okej. Jemi direkt. Këtu kemi edhe një biznes i cili me sa duket ka filtra uji. Ky biznes tregton filtrat e ujit, të cilët të ditët e sotme janë shumë të domosdoshme për familjen. Nëse dëshirosh, mund të thuash diçka për produktet që keni këtu, për filtrat e ujit. Po do të lutesha shumë mikrofonin. Faleminderit. Atëherë kompania gjermane ka implantet për trajtimin e ujit të pishëm, ndërkohë dhe implante që janë për vila, apartamente, por dhe për shtëpia private që quhen zbutësa. Këto bëjnë zbutjen e ujit për mbrojtur gjithë pajisjet e shtëpisë, ndërsa implantet për ujit të pishëm janë implante që vendosen poshtë tek lavamani i kuzhinës edhe e bën ujin 100% të pastër, për ta pasur për të pirë, për të gatuar, për shplajenët, zazavatet, fotaperimet, për gjithçka. E zgjidh një herë mirë dhe gjithë jetën ujin e ke të sigurt, patjetër. Këto janë implante që quhen zbutësa, që vjen hyrje të një vile, të një apartamenti, funksionojnë me krip, që bën zbutjen e ujit, eliminon pjesën e gëlqeres, po është kjo. Ndërsa implantet janë këto që janë të ndryshëm, sepse sugjerojnë gjithmonë mbas problemit që ka uji dhe forcisë. Ndërsa implantet, kalojmë atje tek për ujë të pishëm, janë implantet që vendosen poshtë kuzhinës së lavamanit. Këto janë që po flisnim për zbutjen e ujit. Për zbutjen e ujit. Po. Për filtrat. Ndërsa për ujë të pishëm janë këto, që vendoset poshtë kuzhinës lavamanit, të del një cezë me hollë në krah, që janë implante 100% gjermane. Çdo filtr, po, e ka të gdhëndur në trup çdo filtr madje një gjermane, që është 100% gjerman dhe të certifikuar. Blue filter është ai? Po, blue filters. Sa mirë. Ndërsa Po, blue filters. Kjo është çezma që vendosen në krah që në shtëpi të jetë sa më e lehtë për zonjat, për të pirë, për të gatuar, për gjithçka. Dhe unë e bën 100% të pastër. Këto janë, pastaj
Impjanti, shërbimin e tij e ka vetëm me mirëmbajtjen e ndrimit të filtrave, që e dim pak. Vetë fjalë kështu për një filtr, për një familje, një farë orientimi. Për shembull, ne funksionojmë në këtë mënyrë, në çdo familje që shkojmë ose biznese, bëjmë pjesën e testimit të ujit, në varësi të problemit dhe ndotjes që ka ujit, tregohet edhe pjesa e impjantit që duhet, që përshtatet në varësi të ndotjes. Çfarë do lloj uji, si rjeti, burimi, pusi, apo uji lumenj, trajtohen dhe bëhen brenda parametrave. Me që pas këtë vetë, a kemë akoma shumë më mirë. Po. Ndryshimi i këtij filtri me atë filtrin aty. Ndryshimi i këtyre, po. Mirëmbajtja e këtij filtrit është një mirëmbajtje që bëhet një 6 muaj, ndërsa këtij bëhet vetëm një herë në një vit. Që do të thotë, ndryshimi është pjesa e cilësisë, sepse çdo filtr në brendësi çdo filtr ka të gdhëndur madje në Gjermani dhe brenda është me fibra qelqi, që ujin e trajton në molekulë dhe në detaje, dhe në fund fare ka një fishek mineralizues, që do të thotë bën balancimin me vlerat minerale që trupi i don. Kurse ky për shembull është filtr që quhet Fitaqua, është model evropian njëkohësisht për ujë. Ky filtr ky impjant. Shërbimin çdo 6 muaj. Po, patjetër. Plus që nuk është i certifikuar si po. Kjo është ndryshimi. Okej, faleminderit. Faleminderit edhe ju. Faleminderit. Faleminderit edhe unë të mbarë. Okej, miqtë e mi, atëherë po ju prezentoj disa nga produktit që bizneset ndryshme kanë vendosur këtu në sheshin Skënderbej. Tani do të nduhet që të vendos edhe mikrofonin e dytë në punë, sepse aktualisht kanë vendosur vetëm një mikrofon. Këtu kemi një markë tjetër e cila prezanton produktet e ujit, pra të filtrave të ujit, edhe pajisive me të cilat funksionojnë këto filtra. Tu kemi Alp ujin. Do flisin diçka nëse doni? Filtrat e ujit në kasë. Po, për filtrat, normalisht. Sa do të kasë tjetër. Një sekond, sepse do të duhet vendos pak mikrofonin tjetër, të lutem. Sepse aktualisht kanë vetëm mikrofonin tim, kështu që... Jo. Privat. Ta vendos to. Mund ta mbaj dhe në dorë. Ose po ta lej këtu. Ata vete. Pak si radhe pas ka pas. Okej. Atëherë, me shitjen e filtrave të ujit, në përgjithësi për çdo funksion që kanë filtrat e ujit. Për ujë të pishëm, për ujë për të përdorshëm, për ujë sanitar, për fabrika, për çdo gjë që ka lidhje me filtrimin e ujit. Ne ndodhemi në Laprak. Më fal. Ka prodhim i Amerikan. Janë prodhim amerikan dhe tajvanez. Po, ne kemi bashkëpunim me shumë nga firma më të njohura në botë, si Atlas Filteri, kemi firma Pentair, Esli Water Group, firma të cilat ndodhen në Itali, në Turqi, Amerikë. Gjitha këto janë partnerët tonë zyrtar, ne kemi bërë bashkëpunim me tyre pas shumë vitesh. Filtrat zakonisht përdoren për familjar, një familje që është e interesuar shumë thjesht mund ta kontaktoj. Ne kemi shumë llojshmëri për vila, për apartamente, për shtëpia, për hotele, restorante. Aktualisht po, sigurisht kush do ishte ideali për shembull? Ideali keni ju në ky mund të jetë siç është ky modeli këtu përpara. Është shumë relativisht shumë i thjeshtë për të përdorur,
çdo person, një person i thjesht ka modelin këtu. Kjo montohet tek çesma. Është shumë e thjeshtë. Kur don, hap të, edhe nga këtu del ujë pishëm. Pra, gjithçka është këtu. Po, e gjithashtu këtu brenda kësaj është ujë pishëm, këtu është filtri. Filtrat zëvendësues. Si kë. Filtrat janë këto që Filtra kemi prodhim përpara, italian, ose Atlas filtri. Po. Kupta? Ky është një prodhim shumë i thjeshtë, shumë i lehtë për të montuar, një kosto relativisht të ulët kur mendon ujin, që është diçka që është tërësisht e nevojshme për njeriu, është 70.000 lekë të vjetra. Kemi gjithashtu dhe modele si ky këtu, i cili janë sistemi parafiltrues si i quajmë ne. Sigurisht po. Këto vendosen para në hyrje të shtëpisë, në hyrje të apartamentit. Arsyeja kryesore për këto janë që të mbrojnë gjithë prodhimet hidrosanitare, kuzhinën, çdo gjë që ka lidhje me përdorimin e ujit. Këto janë përgjithshmëri. Më pas kemi dhe modelet siç janë këtu përpara. Modelet Këto vinë me profesionale, me sa po shoh, apo janë për biznese apo për këto janë më shumë për familjar aktualisht. Por gjithashtu ka edhe modele të cilat janë për restorante, për biznese, fast food, gjitha që kanë prodhimin e ujit. Ky është të dyja janë prodhim amerikan, siç e shihni edhe këtu, ai është model edhe gjithashtu i prodhuar edhe në Taiwan. Është mix. Këto janë me 5 faza filtrimi, janë 3 filtra këtu poshtë, 4 edhe 5. Të 5 filtra bashkëpunojnë për të arritur ujin perfekt për të pirë. Ky panajër për ju, si po duket? Ka interes? Shumë interesant. Shumë interesant, ne kena qenë edhe më përpara, të drejtën. Edhe përmirësime ka shumë, ka plot, lëvizje ka shumë. Aktualisht ju keni vetëm një pikë në Laprak apo keni edhe pikë tjetër? Tani aktualisht kemi një pikë në Laprak, kemi dhe një pikë në Kosovë. Përgjithë që janë interesuar edhe jashtë Shqipërisë, Pra, mund t'i kërkojnë Kosovë me emrin tuaj, Albuj. Albuj, i njëjti vend, e njëjta gjë. Kemi dhe katalogun ton, ky është katalogu i produkteve. Më tepër për të fokusuar logon tuaj. Dhe një pjesë të imazhit që keni me këtë manual vogël. Okej, ju përshëndes pra, suksese. Faleminderit. Mirupafshim. Pra ishin tek Albuj. Tashmë nësa duket kemi edhe produkte të tjera. Ja ku kemi edhe baklavan. Kjo 1500. Shikojmë që këtu pas ka interes. Duhet fokusoj Se i kam të brera këtu, po të reski sekonda mishtëni. Se unë i kam ato kanale, unë i kam kejt. Edhe ato pjesë të të shogë, po, shumë kejt. Ka në shumë tokë. Është punë e sabë. Okej, atëherë vazhdojmë. Jo, shumë të rënel pasan jo, ha? Po, je shumë i sakt. Ja, shumë i sakt. Hajde që ka të duesh mua. E po jam në transmetim direkt, tani nuk mundem dot. Jam direkt në transmetim. Tani nuk lëviz dot. Të ndosh për të marrë, për një punë të rikë në Po. Ta ka marrë numër aty tek ai Amarillo, të sektor Elbasan. Po. Jeni në një biznes tjetër, i cili me së duket ka produkte mjaltit. Ja u kemi edhe një djalosh që mund të flasë diçka për fluten. Po, ne jemi nga kompania Tropical, operojmë 3 prej 5 vjetësh në supermarkete, markete me erza dhe çajra ton bio, gjithashtu fara dhe organike.
Pak a shumë Këtu kemi lloje ndryshme erëzash të importuara dhe produktet vendi. Kjo është pak a shumë edhe gama jonë e erëzave, edhe çajrave. Kemi çaj me kavanos, kamomil, sherebel, mali. Kjo është. Ku ndodheni ju? Ne jemi në shumë supermarketa me qënë në Mistomame, kompani për 5 vitesh. Pra produktet tuaja janë në supermarketet ndryshme? Po. Në supermarketet më të mira. Janë me të gjitha rrethet? Po, të gjitha rrethet, kemi sherebelen e Shkodrës, kemi mollën e Kolonjës, kemi lule vlirin. Në produktet tuaja shiten në supermarketet? Po, në gjithë Shqipërinë, Korçë, Shkodër, Tiranë, Fushkruj, Kruj, gjitha qytetet kryesore. Faleminderit. Faleminderit. Ju përshëndes. Vazhdojmë, eksplorojmë këtë panajir. Kemi edhe
Pra jemi në qendër të Tiranës dhe kemi një pamje të tillë. Më qenë shumë. Shikoni sa bukur, ku kemi një tebaka me filxhan kafe. Pra një gjetje ideale aty biznes. Orestis pyet çfarë po festojnë, nuk po festojnë asgjë, ku prezantohen, ku disa bizneset prezantojnë produktet e tyre të zonës, këtu në sheshin Skënderbej në Tiranë. Pra tu ulesh këtu, në mes të Tiranës. Tani mua do duhet të bëj një foto këtu. Më pëlqeu shumë kjo pamje. Edhe një foto horizontal, pra jemi në qendër të Tiranës, edhe kemi një përvizim të tillë. Çfarë biznesi është ky? Është Jama Kafe. S'ka asnjë vajzë që flet për produktet e tyre, nuk ka. Okej. Pra, Jama Kafe ka bërë një, ja ku kemi, ta fokusojmë, e meriton. Jama Kafe. Nuk është panajër mallarash, është panajër produktesh. Pra, në këtë rast, pavarësisht se shikojmë këtë imazh, bëhet fjalë vetëm për kafen Ama. Pra, mund të ulesh aty dhe mund të shihesh një kafe. Kemi edhe shumë qytetarë të cilët bëjnë foto. Janë të rralla këto pamje nga kryeqyteti, nga Tirana. Në sheshin Skënderbej mund të shikosh pamje të tillë. Është pak e rrallë. Ja ku kemi edhe një, si mund të them, një bujtin të vogël. Nëse mund të quhet kështu. Tu kemi edhe një pamje nga krahu tjetër. Ndërkohë që në krahun e djathtë ndodhen biznese të tjera. Pra, ka shumë biznese të cilët kanë ardhur këtu në Tiranë. Ndërkohë kemi Lajthizën, ujë natyral Lajthiza. Si duket nga panet, nësa duket kemi dhe një paketim të ri, premium water, ujë natyral. Nësa duket, bizneset shqiptare janë konsoliduar deri diku, edhe paketimet janë shumë fine. Shikoj që ka paketime të reja në disa produkte Made in Albania. Ndërkohë që kemi edhe banka të ndryshme të cilët edhe ato prezantojnë diçka. Can you speak Turkish? No, I'm sorry. Merhaba. A është ndaluar të filmosh në dron këtu? No. Little drone, no. What model drone do you have? DJI Mavic 2 Zoom. Mini 2. 2 Zoom. Okay, but this problem for the people. Your sticker problem.
Okay. Po, no problem, no here? No here? Yes. Okay. I'm sorry. Thank you. Bye bye. Atëherë kishim një turk, unë me anglishtën time të famshme, me Zia Skrigova, i cili me pyeti nëse lejohet filmosh këtu me dron. Unë i thash që rregullat forta nuk ka, por duhet pa kujdes sepse ka shumë njerëz në shesh, fatikisht edhe një problem në përdorim. Në përdorimin e dronit do të shkaktonte problem tek personat të cilët janë të shumtë sot në sheshin Skënderbej. Shpresoj që mesatarin u morën vesh, ai iku diku tutje, i thash ngreje dronin larg, jo këtu në qendër. Me thënë drejtën, e kaq shumë njerëz sa ka këtu sot, është pak problem. Ja, si duket edhe nga pamjet, kemi dhe produkte nga çanta të ndryshme, edhe kapele. Janë të qëndisura, janë me grep. Pra si duket edhe nga pamja, ja zonja kur na paraqet pak a shumë punën e saj. Ideale fare. Pra të gjitha këto janë bërë me grep, vërtet? Fantastike. Tirana ka tradit grepin, apo gabohen? Jam nga Tirana. Po? Unë rrin Tiranë, po jam nga Dibra. Nga Dibra? E paskerujt të traditës shumë mirë, bravo. Që nga Gjusha Mami edhe unë. Po, perfekt. Ka punuar dhe në artistike, po... Shumë mirë. Po, ku i tregton këto produkte që ke aktualisht? Në për panajere, më shumë, kam edhe në dyqan. Ke dyqan me këto produkte që ke aktualisht edhe sot këtu? Shumë mirë, bravo. Eci këto produkte sot, në ditën e sotme? Me zorë. Eci i pëlqejnë gjithë, i pëlqejnë shumë. Po besi se fanatikët e dikurshëm, personat cilët i kanë preferuar Që gjithmonë? edhe të rritë kanë filluar të pëlqejnë. Po, shumë mirë, bravo. Ju shkop në barë. Paneri, ka qenë i dobishëm? Shumë i dobishëm, e? Shumë i dobishëm, panajerë më mirë se sa një dyqan. Po, Që shumë mirë. pëllojnë më shumë njerëz dhe morin shofin, Bravo, shumë mirë. lejnë. Ju përshëndes. Respekte për zonjën e cila kishte një biznes me qëndisje. Diku këtu kam edhe një biznes me qëllima të ndryshëm, me tapet. Nuk mendoj se janë në tezja. Do të ishte diçka e bukur. Nëse do ishte vendosur një logo e tillë ku tregohej që të bëhet një produkt i tillë. Do doja të fokusoja edhe të pjesën këtu, ku duken pamje nga Shqipëria. Skual, burimi i energjisë.
Falë, çfarë pijesh janë këto? Çfarë pijesh janë? Se shikoj që promovohet deri diku pjesa e fëmijëve, janë pije për fëmijë flas? Ka dhe për të rritur, domethënë. Janë për të rritur. Kemi banane, këtu është Mund ta mbash pak afër, duke ne prezantuar pak. Okej, këtu kemi kostin e lëngshëm, këtu e kemi me lueshtry dhe banane, si dhe kemi milkshake. Milkshake është me lueshtry dhe kemi dhe me çokoladë. Kemi dhe qumësht soja. Faleminderit. Okej, atëherë vazhdojmë. Pra ka biznese të cilët kërkojnë të promovohen, siç ka dhe biznese që edhe largohen, s'kan nevojë as në promovim. Po për ne nuk është problem fare kjo pjesë. Fale, mund të thuash pak produktet, dy fjalë për produktet që ke këtu sot në Panajër. Po, filloj. Kompania Albacet prezantohet me produktet best, produktet që janë për ushqimin e bimëve në sera, por edhe në mjedise në fush, edhe produktën Made in Albania, Premiumi dhe Plus. Kjo është risia e kompanisë Albacet, sepse prodhohet në Shqipëri edhe është gjitha në një, 14-9-21, kalcium, magnez edhe mikroelement. Janë produktet cilat janë ushqyes. Janë ushqyese për ushqimin e bimëve në sera, me sistemi me pika. Edhe kryesisht kemi dhe produkte, domethënë, spanjolle, për linja dhe teknologjia e fundit që janë ushqyes gjethor, por dhe sistemi me pika, por më shumë janë gjethor. Gjithashtu kemi dhe çajin organik, në sekond më fal. Me sa shoh, keni dhe pesticide apo gaboj? Janë dhe pesticide këto? Po, kemi dhe pesticide për mbrojtjen e bimëve. Për mbrojtjen e bimëve dhe gjithashtu kemi dhe produktin çajin organik. Po. Që ka kompania jo. Organik, ai certifikuar. Po. Shumë mirë. Ky është Albacet. Se me sa shoh, je i vetmi këtu për bujqësinë apo ka dhe biznes tjetër? Ka dhe të tjerë. Më tepër shikoj ujin. Me tepër po shikoj ujin këtu. Unë jam agronomi i firmës të një. Po? Unë quhem Gazmir Cufa, agronomi i firmës, konsulent teknik të kompania Albacet. Prezantohem me produktet të ushqimin e bimëve dhe mbrojtja e bimëve. Si kompani gjithashtu dhe shave. Shumë mirë, bravo. Faleminderit edhe mbarësi. Mund ta shikosh videon në YouTube Albert Vaja Production. Në YouTube Albert Vaja Production. Jemi direkt. Jemi direkt. Mund ta shikosh aty e ke aty gjitha bizneset. Atëherë vazhdojmë. Shikoj që në krahun e djathtë kemi disa biznese të tjera. Ne do të afrohemi gradualisht. Kemi edhe një biznes i cili nëse duket ka prodhime të mermerit, të endëve ndryshme, lavamand, po janë nëse duket prej mermerit. Janë prej mermerit këtu? Thjesht mund të flasësh, s'ka problem. Po atëherë si ta marrin vesh çfarë janë këto? Okej, po nuk dua. Okej. Nuk do të tregoj jam se është. Dua as. Ti mbaj mikrofonin, unë do shfaq pamjet. Okej. Po është një gjë që unë nuk dua ta bëj. Okej. Atëherë kemi edhe biznese të cilat nuk duan të promovohen. Okej. Ishte pa pagesë. Ju përshëndes. Një gjetje e bukur këtu. Pra, këtu paka shumë ekspozohet
një zonë fshati, e kemi misëra të varur, kemi lopatën, sifurkun, kazmën. Ingrid Brabolli thot hajde njerë nga Durrësi. Nga Durrësi para 2 ditësh isha. E ke video në kanal, mund ta shikosh aty. Shikoni prodhimet shqiptare, recel, ftoj, recel qershie, komposto. Sipër me sa duhet janë dhe çmimet. Trahana. Kur ishin të vegjël, kemi ngrënë shumë nga kjo. U kemi dhe turshi. Come back. A mund të thuash diçka për prodhimin që keni këtu? 2 fjalë, lutem. Se thjesht dua ti fokusoj ndërkohë që mi tregon pak 2-3 gjëra për produktin. Kjo është raki nga shqifi i Kumllës, është kumbull tropoje, e rritur në Shumban. Këto kemi lëngun e Thanës, edhe lëngu i Boronicës. Boronica të mbjella në të marra në bjeshkët e Dibrës. Në bjeshkët e Dibrës? Po, në bjeshkët e Dibrës. Tu kemi ushafi Kumllës, tu kemi recel Boronice, po me të njëjtat Boronica, recel qershie, që janë qershi Napolon. Këto janë recel ftoj nga Baçja, recel dardhe, komposto, dardhe, komposto, qershie. Më falë, ideja është tu. Ku e marr këto kokra, për shkak që ka receli këtu brenda? Produkti flas, janë gjitha të prodhuara në mënyrë artizanale. Po, flas në veri? Po, të gjithë produktet i përkasin zonës së Dibrës dhe janë të prodhuara po në Dibër në mënyrë artizanale. Edhe kemi edhe tranan e Dibrës që është miell, qumësh dhe ves, gjithashtu edhe jufkat që janë shumë të njohura. Jufkat çfarë? Jufkat e Dibrës. Besoj shumë vete i kanë dëgjuar. Nuk i njoh, por për ku hyn ajo? Në jufkat e Dibrës prodhohen. Një sekond. Dibra quhet për jufka, edhe ne kanë qenë si formë zahire për dimrin, ne i përgatisnim në verë, edhe i konsumonin gjatë dimrit. Po, shumë. Pastaj kemi edhe tushin, salsa, po. Erzat, kemi edhe prodhimet e vjeshtës. Ja ku jemi direkt, mund ta shkosh kur të duash. Përshëndes edhe faleminderit. Kishim dhe një zotëri që do na merrte videon, i dham linkun. Kemi dhe mjetë bujësore. Sepse në mjetët tilla evoluon edhe bujësia, bëhen dhe produktet e bujësisë, janë shumë nevojshme fatikisht këto mjete. Kantina e pijeve Dojani. Alien Gaming, atëherë është një panajër me produkte të zonave rreth Tiranës dhe me gjerë.
Ku kemi edhe punime të ndryshme. Të zjavut. Greku dhe shtis. Lutem, se nuk ke kap dot zërin nëse nuk e mban mikrofonin pak afër. Kam punime të zgjajt në jena qendra artizaneve Vaudes. Marrim pjesë në panajër. Prej Vaudes. Po, Vaudes. Shumë bukur. Janë gjitha punime të zgjajt, mbulesa tavolinet. Tanat punume me dorë. Gjithë çfarë është punume me dorë. Preferohen në ditët e sotme? Po, preferohen. Kena kërkesa. Kam filluar të rikthehen deri diku? Po, kam filluar. Ka kërkesa se arredojmë lokale të ndryshme. Cili ke produkti më të veçantë këtu në këtë panajër? Një nga produktet ose dy kena nga ndërthur pak produktet tradicionalen me modern, se kena dalë edhe jo të e kuqja që ja kanë dikur, e kena ndërthur, po si mas kërkesave të klienteve. Po. Ja dhe logoja jonë, këtu është kisha ku ka vu punor Skënderbeu. Shumë bukur. I dobishëm panajëri për ju? Shumë i dobishëm. Për të promovuar? Shumë i dobishëm. Shumë bukur. Faleminderit. Ju uroj suksese, kalofshi bukur. Ja, u kemi edhe disa prodhime tjera. Dy fjalë për këto gjëra që ke këtu? To merri fotografi. Mua jo, to merri. Ku do të çosh ti? Produktet ndryshme. Vazhdojmë. Edhe disi jo shumë i favorshëm, mbase mbrëmja duhet të ketë shumë lëvizje, këtë besoj. Shikoni sa bukur. Punime shumë të bukura, bravo. Tani ende shqiptarët duan të blejnë butik, ndaj s'ka shitje. Mbase gradualisht do të rikthehen në traditë, kështu që Ja, se ka kap Shqipëri. Jo, Shqipëri e modja. po. Tash nga është e marrë ai që po tregton, ande po këtej. Okej, shumë bukur. Ja. Fantastike. Shumë produkte të ndryshme. Shumë produkte kanë dhe simbolet tona kombëtare. Me sa duket të tilla simbole pëlqejnë shumë, normalisht. Përshëndetje nga Shkodra. Alien, pyet nëse e ke menduar të bësh gazetar, asnjëherë Alien, thjesht po bëj një video live, nuk ka lidhje me gazetarinë kjo pjesë asnjëherë. Kudo shihen simbolet tona kombëtare.
produkte i kam parë edhe në Kruj. Gjenden shumë aty këto produkte të cilat kanë në pamje të parë simbolet tona. Nëse duket intensiteti i qytetarëve po shtohet gradualisht. Në të pamit po shohim perime dhe frutat ndryshme. Me sa kam dhënë re, prioritet në këtë panajër ka patur më shumë pjesa e ujit, pra me sa kam dhënë re unë, edhe punimet artizanale të qëndisnat. Drejt është bulevardi Zoguj parë, por ne do të qëndrojmë ende në qendër të Tiranës. Encounter. Punimet druri Kosturi. Punimet druri Kosturi. Bravo. A ecën në cik? Pak, pos kam këto. Këtu është prezantim. Për të shitur, duhet gjesh mënyrën për të shitur, më kupton? Mendimi im personal, se unë s'kam lidhje me këto, unë jam thjesht po bëj video për qef. Pra, mendoj se ti thjesht i tregon të tjerëve se çfarë arrin të bësh. Po. Se dëgjoj disa s'po na ecën pazar, po s'ka dalë në pazar. Apo? E kam gati? Jo, për të drejtë. Po më mbreqave s'ma. Po, që ke vetëm me këto produkte këtu? Apo ka tjetër? Ja, paska dhe këtu. Se s'paska, andej nuk kishte. Shumë mirë. Janë produktet pak më të ralla këtu në panajër. Ju rinit të në Tiranë? Në Korçë. Në Korçë? Ke ardhur nga Korça për të prezantuar gjërat këtu? Mjaltë edhe kështu. Mjalti. Kjo është mjalti i parë që do shfaqin, s'keni shfaqit mjalt fare. Shumë mirë. Mbajt edhe më trego diçka për mjaltin tënd. Sa kujtoj. Vera. Tani kush po të ecë më shumë, mjalti apo punimet artizanale? Po edhe mjalti edhe këto. Po besoj se mjalti është biznes. Ato mendoj se i bën më shumë për qef. E ke pasur zanat vjetër ndoshta. Bravo. Mund ta shkruash në YouTube Albert Vaja Production, edhe jemi direkt. Vaja. Sërish kemi mjalt.
Që më është blete. Mjalt shumë lulesh. Është për të gjithë smundjet. Propolis. Bëjnë vetëm e porësi. Ju përshëndes. Nga jeni ju lutem? Korç. Bravo, shumë mirë. S'ka gjë. Rëndësi ka që ke prezantuar produktet dhe Si usuat e tjerë. Të pëlqen? më falë deri në çfarë është panajiri i largët? 9. Faleminderit. Panajiri vazhdo. Ne nuk do të jemi shumë gjatë këtu. Këto janë prodhimet e zonës. Tu kemi biznes tjetër i cili tregton mjalt. Më mirë do të pyes se ku bëhet mjalti. Pra, në cilën zonë janë vendosura kosheret tuaja? Kosheret janë vendosura në zonën e Pogradecit. Në Pogradec? Po. Tani për momentin janë në Elbasan për dimërim, kurse pranë verë. Sepse s'po spohen. Po. E njoh pak të fush, kështu që si duket biznesi mirë? Mirë. Pra, zotëria ishte me qendër në Pogradec, por siç ndodh zakonisht, bletet spostohen në periudha të ndryshme të vitit, sepse është temperatura e cila i favorizon dhe nga zonat e larta në këtë periudhë bletet zbresin në zonat e ulta për mos u dëmtuar nga dimri. Mjalti me hoje. Po, mjalti me hoje është nga zona e Bulqizës. Bulqiz? Po, nga Bulqiza. Pa e pak afër. Nga zona e Bulqizës, ne kemi 350 bret. Dhe me këtë punë merremi kemi 4 brez që jemi, unë jemi 3 brez që merremi me blet. Edhe si mjetë brezi 5 po, brezi 4 që jemi tani. Që merrni me mjaltin. Që merrem me mjaltin dhe me blet. Se më tepër shikoj që zona e Korçës këto merren. Po Korça ka po edhe Dibra është e favorizon klima është apo i spostoni bletet në zonat ulta. Është njëjta klimë me Korçën, klima e Dibrës, e Bulqizës, aty ku ndodhem unë, por bleta edhe lvizim, po bleta ndihmën do të jetë pezu dhe të jetë kufizuar, domethënë të jetë gjithsesi të jetë e mbledh me top dhe të ruhet temperatura në koshere jo me pak se 35 gradë. Edhe ato i ruhen. Po me pjesën ushqimit, pjesën ushqimit. Po, bletën e dimër nuk konsumo ushqim për arsye se është në gjumë, gjithë me vdek në gjumë. Nuk konsumo ushqim. Ajo në dimër rro 150 ditë deri në 200 ditë. Në verë rro bleta rro 35-20 ditë, për arsye se në verë. Shikoni sa kurioze kjo bisedë. Bleta në verë, konsumo fletët dhe konsumo dhe lodhet, dhe më bën punë dhe për ne rro 35 ditë. Ndërkohë, mund të na tregosh diçka për produktet që ke vendosur? Kjo është mjalt të paktën kryesore. Kjo mjalt pjesërisht gështenj, po jo plotësisht. Kemi edhe mjalt me hoje. Në zonën tonë ne jemi zonë malore dhe shumë nga gushti edhe deri shtator është mjalti i Trumzës. Mjalti i Trumzës është një mjalt shumë azmatik dhe shumë mjalt i mirë.
Trumza. Është një mjalt me gjithmet me vlera. Është ky mjalt që... Ky mjalti, po. Ne po. prodhojmë edhe propolisin, edhe qumshtin e bletës. I prodhojmë të gjitha produktet e bletës. Ku ndodheni me bazë që shisni produktet tuaja? Keni dyqan, keni... Ne kemi një dyqan në Bulqis, edhe këtu, edhe në Tiranë kemi Strimshyri. Apo ma tepër funksionon që ju a dërgoni me porosi klientëve që keni përhershëm? Ne shumë i dërgojmë me porosi në zonën. Mirë. Ju faleminderit edhe... Faleminderit ju. Ju shkoft mbar. Faleminderit. Respekte. Pra, besoj se zotëria na dha një informacion të vyrë. Tash me ndesëm edhe dritat, me ndesëm do të ne japim figurë më të mirë. Me falë, djali, gështenjat, ku i merrni këto gështenjat që keni këtu? Gështenjat i marrim Dajt. Në Dajt? Fantastike. Po, ka shumë gështenja në Dajt? Se më duket pak e çuditshme? Goxha ka. Më vaj pak afërt Pas Dajt. Sepse nuk dëgjohet zëri. Pas Dajtit ka. Pra, në Dajt i keni marrë këto gështenja, në Mbas? Mbas malit Dajtit. 2000 lek. Po, keni tokë tyuajnë që i kultivoni këto? Po, janë shekullore, janë gështenja shekullore? Të vjetra, shumë. Super. Kemi këto gështenja? Po, këto produkte i keni tyuajat? Edhe produkte janë është i zonës. Po, i zonës? Dajtit, po, ara, domatja, e shquar e salbastarit. Po. Një nër domatet më të mira që banë... Kjo bëhet në serë? Zabasaja, janë në tokë. Në fush? Fush, po, në ara. Tanin tetor? Edhe tashin tetor ka fusha në ara, edhe derin me datën 10 nëntor. Domate fushë tanin tetor? Domate fushë në tetor. Askush ndoshta nuk e beson, por... Nuk e beson, po edhe në qoftë se të vini të vizitoni Zabastarin, apo pak mos sipër, mund të gjenin akoma në ara domate. Akoma në ara? Akoma në ara, po. Po nuk e dëmton se temperatura? Akoma jo, akoma nuk e kanë dëmtu, sepse nuk... Apo keni vënë sera mbrojtëse për... Jo, akoma as diçka. Sipër, paktën për vesën e mëngjesit është shumë ftohtë. Vetëm vesa, që ka rase ngrica nuk ka akoma dhe domate kena akoma. Edhe një ndër se tani po dëmtohet shega, jo ma domatja, më kupton? E kuptoj, po domatja ekziston. Apo është fara e tillë që reziston shumë? Jo, është edhe domatja janë shumë e mirë. Një ndër domatet më të mirë. Zona ku bëhesh kjo domate në the? Zona quhet Vilës, qarku Tiranës. Po. Shumë mirë, bravo. Faleminderit. Ju shkoft mbar. Çfarë ke shitur më shumë nga produktet që ke patur këtu? Produkte vetëm gështenja, ka një... Pra, gështenja ka ecuri. Okej. Ju përshëndes. Shikoni sa informacione të cilat edhe nuk i dinin fare. Pra, një domate e cila prodhohej në një fshat, unë nuk e fiksova dot, ma tha djaloshi, por nuk e fiksova dot. Shikoni sa shumë sheg këtu. Sa duket lengu i shegës do t'jetë në këto shishe. Ideja është që lengu i shegës vendoset në ato shishe, në ato paketimin aty? Apo jo? Interesante shumë. Se në thënë drejtë nuk i kam parë këto produkte. Jo, si kemi nxjerrë në treg, sapo e kemi certifikuar etiketën. Shumë mirë, bravo. Atëherë, besoj se ky panajir deri diku bën që dhe ju t'i tregoni produktet tuaja, idetë tuaja që keni krijuar për të bërë diçka të tillë. Po ku i merrni shegët?
Ne kemi një fermë në Konispol. Keni fermë. Quhet Falcon Land dhe Forest Lake. Duke folur ti mund të më tregosh diçka për shega që kemi këtu është e varietetit Wonderful. Është me origjinë izraelite. Me origjinë izraelite kjo shega. Ka këto karakteristika, është 600 deri në 1.1 kg mund të arri. Ka ngjyrë të kuqe intensive. Dhe ka periudhë pjekje nga 10 tetori deri në nëntor vonë. Ka tjetër veçori që është shumë e mirë për të rezistuar në magazinim. Mund të shkoj deri 3-4 muaj e magazinuar, edhe më shumë nëse ruhet në ambiente temperatura caktuara. Po, frigoriferike. Temperatura optimale për frutin e shegës është tek 4 deri në 6 gradë. Po. Dhe një lagështim mbi 60%. Super. Kemi dhe varietet tjetër që për momentin e kemi përfunduar. Ju trektoni kokën e shegës apo përveç kokës keni dhe produktet të cilat keni vendosur në Ne kemi dhe lëngun e shegës. Në lëngun. Lëngu është Për a gjere për kafshë. Kemi me logon. Ka ardhë në lop këtu. Wonderful. Po. Lëngu është lëng i shegës Wonderful. Po. Ky është pa konservant, pa koncentrat dhe pa sheqer të shtuar. Është 100% natyral. Mund ta shikoni edhe tek etiketë. Po kusoj pa këtu. Lutem. Ky nuk ka konservant. Po. Mënyra e vetme është për ta ruajtur është se futet në temperaturë 80 gradë në shishe. Dhe gjithë kërpudhat që bëjnë fermentimin... Është futur në temperaturë 80 gradë? 80 gradë. Gjithë kërpudhat që bëjnë fermentimin ngordhin, ose vdesin, si mund t'i quajmë. Po. Dhe kjo është e vdekur për momentin, si lëng. Në momentin që hapet, për 3-4 ditë, kjo vazhdon fermentimin. Sheqeri që ka vetë lëngu. Për cilët persona rekomandohet kjo pije, për shumë që është vendosur aty? Që vuajnë base nga sëmundje, apo persona të gjithë? Mund ta pinë të gjithë. Faktikisht për personat me tension nuk është e rekomandueshme. Fort e mirë se ta ul tensionin. Besoj se duhet jenë të shkruar diçka këtu mbrapa apo? Jo, nuk është se kemi. Po. Ja mund ta fokusojmë pak më afër shegën. Kjo ishte shega me origjinë izraelite? Po, sheg Wonderful, e varietetit Wonderful. Super. Tani ju ku ndodhet biznesi juaj? E keni vendosur, keni një qendër? Po, ferma jo ndodhet në Konispol, në pikën më jugore të Shqipërisë. Po. Momentalisht kemi të kultivuara 60 hektar sheg dhe 12 hektar limona. Shegët i kemi të 2 varieteteve, Ako, që del herët në shtator në shitje. Ka një kokër më të vogël se ky varieteti Wonderful, ajo shkon 300 deri në 450 gram. Dhe ka shije më të ëmbël. Në cilët periudhat vitit mund gjenden produkte në pikën ku ju tregtoni këto shegët? Frut i freskët direkt nga ferma gjendet nga fillimi i shtatorit deri në mes të nëndorit. Pastaj në ambiente frigoriferike mund të zgjasit deri më vonë, ndërsa lëngun mund ta gjejmë gjithë vitin. Gjithë vitin lëngun? Po, lëngu është reziston gjithë vitin. Mendoj se do t'jesh i vetmi nga Konispoli këtu, apo ka tjetër biznes? Mendoj se jam i vetmi. Po bravo. Bravo, shumë mirë. Iniciativë fantastike, shumë. Faleminderit. Edhe për produktet që keni. Faleminderit. Produkte shumë të nevojshme për njerëzit. Bravo, shumë mirë. Faleminderit. Ju përshëndes. Keni ndonjë stacion? Po, mund ta shkruash në YouTube, Albert Vaja Production. Në YouTube. Aty jemi direkt, mund ta shikosh edhe intervistën tënde aty. Po. Në YouTube ose diçka të tillë? Po. Të përshëndes pra. Faleminderit, mirupafshim. Do të rishihemi. Respekte. Vazhdojmë. Shega ka shumë veti kuruese. Ndaj edhe unë fokusova pak shumë aty. Më pëlqeu ai tip biznesi. Kemi një biznes i cili
prezanton produktet e gjelbërta, si që janë lullet ose pemet e ndryshme. Gjelbërimi 2000, ndoshta është emri i këtij biznesi. Okej, atëherë prekem pak fokusin. Sa duket po fillon shiu, disa pika shiu po bien. Do të fokusoja pak në krahun e majt, sepse shikoj një biznes i cili ka sërish me sa shoh produkte të mjaltit. Nëse duket dominon mjalti në këtë panajër, shumë bletëritës promovojnë produktet e tyre këtu. Paka shumë i kemi bërë një rezume këtij panajiri. Ndërkohë kemi edhe një biznes i cili promovon mjetet bujqësore. Një tjetër biznes ka vendosur druit, mua nuk po më kujtohet emri. Një këtij lloji druri i cili është i njohur fatikisht, por emri nuk po më kujtohet. Ndërsa në krahun e djathtë kemi lokale të ndryshme me ushqim të shpejtë. Pak sekonda këtu. Tani po fillon edhe shiu. Tu kemi edhe kafen Artist, një kafe njohur kjo në Tiranë. Atëherë po vazhdoj edhe pak dhe një panoramim më të shpejt është me pjesës sheshit, ku janë vendosur këto biznese. Shpresoj që shiu mos na
Detyroj që ta mbyllin live streamin. Disa pika po bien, por jo se ka një intensitet. Janë shumë pak pika. Në Crown Valor kemi dhe birrën Elbar. Pra, kemi 3 bizneset e pijeve alkoholike, Elbar, Kaon, përballë, ndërsa nëse duket ky është një biznes i cili ka prodhimet e verës në fokus. Okej, miqtë e mi, atëherë kjo ishte video të cilën kisha përgatitur këtu në sheshin Skënderbej me panajirin i cili ka filluar dje dhe do të vazhdoj edhe nesër. Pra, ky është një panajir ku më tepër janë të fokusuara prodhimet e zonës, por shoh që ka dhe bizneset nga rrethet tjera të cilët promovojnë produktet e tyre. Pra kanë shfrytzuar këtë rast për të promovuar prodhimet e tyre në këtë eveniment. Gjë e mirë kjo për bizneset, por edhe për qytetarët, cilët marrin më tepër informacion për produktet cilët nuk i kanë parë herë tjetër, ose blejnë këtu në këtë panajir, blejnë produktet ndryshme, shpresoj me çmime të arsyeshme, nuk e di. Por duke menduar që gjithmonë nëpër panajire çmimi është i favorshëm, shpresoj që kjo të ketë ndodhur edhe në panajirin i cili ndodhet këtu në sheshin Skënderbej në Tiranë. Kristina Kota, nuk është fest Kristina, por është një mini panajir, do të them. Një panajir ku prezantohen prodhimet shqiptare. Është një panajir traditor, i cili përfundon nesër. Ata që nuk kanë ardhur për ta parë direkt, mund të vinë ta shohin dhe ta prekin nga afër këtë panajir. Atëherë këtu po e mbyll këtë live stream, sepse do duhet të spostohem diku tjetër, në një zonë tjetër të Tiranës. Rosalin Soto, përshëndes Rosalin. Jemi 1 orë 30 minuta direkt. Më duhet ta mbyll këtu live streamin, sepse do të nis një live stream tjetër. Atëherë miqtë mi, përshëndes. Unë jam Albert Vaja. Në këtë video mundova që të promovoj edhe unë këto bizneset, cilat produktet e tyre këtu në Tiranë, në sheshin Skënderbej. Unë mundova të fokusoj disa prej tyre, kush dëshiron të arrita që të marrë edhe ndonjë intervistë shkurtër. Kishte edhe persona të cilët nuk donin që t'i shfaqja. E vetë kuptueshme kjo gjë, është diçka që i përket atyre.
Unë gjithsesi u mundova që të pasqyroj gjithçka që ju po shihni në këto momente këtu në Tiranë. Atëherë përshëndes gjithëve, do të rishihemi në një video tjetër shumë shpejt, sepse mua duhet të spastohem diku tjetër tashme. Më duhet të bëj edhe një video tjetër. Pas pak do të rishihemi. Ju përshëndes, kalofshi bukur.